Zonja e Zotrinj, unë jam kryetari i Partisë Paqes Lekut dhe Bollekut dhe ju njoftojmë nga Parisi, Plac Itali. Zonja e Zotrinj, të gjithë së bashku, ne do të jemi të gjithë bashkë, të bëjmë një ekonomi të fortë, se kemi mundësinë dhe shansin të gjithë si shqiptar që të mbjellim në çdo vend pemë frutore, perime, bostane, lakra edhe të gjitha frutat e tjera dhe perimet dhe gjithë bostanet dhe frutat e tjera të mbjellim në çdo vend të Shqipërisë, ullinj dhe të mbjellim çdo tokë të Shqipërisë të jetë e mbjellë me pemë frutore dhe të bëjmë një ekonomi që të shesim të gjitha prodhimet tona në të gjithë Evropën dhe në të gjithë botën. Që çdo fermer shqiptar të ketë të drejtë të shesi prodhimet e tyre në pikat e grumbullimit në çdo komunë dhe atje në çdo komunë të jetë një menaxher privat, një menaxher udhëhequr nga shteti që çdo prodhim që bën fermeri të kalojë në zyrën dhe në pikën e grumbullimit të komunës dhe të shesin të gjithë prodhimet e tyre çdo fermer. Dhe do japim rrogat të larta çdo fermeri dhe çdo biznesmeni do japim rroga nga 300.000 euro deri në 500.000 euro në vit. 300.000 euro me një punë dhe 500.000 euro me dy punë. Në qoftë se një fermer plotson planin që i thotë shteti, si për shembull 10 ton tomate dhe i bën këto ton ja çon shtetit të pikat e grumbullimit në komunë, fermeri do marrë një rrog stabil garant 300.000 euro në vit, përveç kileve dhe tonëve që ai do shesin. Ato janë me vete. Dhe biznesmeni në qoftë se man pronën e tij, biznesin e tij e man hapur, për aq kohë sa do bjen dakord me shtetin, do ketë një rrog stabil dhe të gjithë 300.000 euro në vit. Për çdo biznesmen që man biznesin hapur. Plus, në qoftë se do të bëj rrugë të dytë si polic, do pagohet 200.000 euro të tjera, 500.000 euro në vit. Të gjithë së bashku ne ndërtojmë Shqipërinë dhe për çdo fruta, perime, bostane dhe lakra dhe çdo gjë që kemi nevojë për të ngrënë në Shqipëri, ne kemi mundësinë që në gjithë Shqipërinë mos të mungojë asnjë dhe asnjë frut, asnjë lakër, asnjë bostan dhe asnjë perim të jetë në 12 muaj të vitit në çdo tryezë të shqiptarëve, që mos të mungojnë frutat dhe perimet dhe bostanet dhe të gjitha ushqimet e tjera të jenë në tryezat të gjithë shqiptarëve 12 muaj të vitit. Dhe do bëjmë një ekonomi të fortë. Të gjithë së bashku duhet të mblidhemi dhe të organizohemi dhe të flasim se çdo prodhim i shqiptarëve mos të ngjelet në tregun stoko pa shitur, po të jetë i shitur në tregjet evropiane dhe në tregjet botërore. Të gjithë së bashku ne mund të ngrejmë ekonominë e vendit tonë dhe mund të zhvillojmë Shqipërinë, duke futur në qarkullim kartat e kreditit me pikë dhe lek dhe pagimi në ndërmjet pronarit dhe punëtorit dhe shitësit dhe blerësit të bëhet shitja blerja nëpërmjet çekeve një përdorimsh, duke përdorur çeket një përdorimsh për shitje dhe blerjen në midis njëri tjetrit, kështu ne kthejmë një biznes të fortë dhe do heqim lekun nga qarkullimi i popullit dhe lek do i çojmë në Bankën Qendrore në Tiranë, që me të gjitha lekët qeveria të bëjë çdo gjë që ka nevojë populli, si rrugë, spitale, ujë të pishëm, kanalizime, ujë vadic, shkolla dhe pika policie në çdo fshat. Çdo fshat të Shqipërisë të jetë me pika policie, me ambulanca, me qendër shëndetësore ndihmëse për doktor, për shëndetësinë dhe me fugona nxënësit të çojnë nëpër shkolla me fugona dhe me autobusa të gjithë nxënësin në gjithë Shqipërinë. Të gjithë së bashku ne ndërtojmë Shqipërinë, ta bëjmë një vend të begatuar për të ardhmen
e mbesave, nipërve tanë dhe të rinjve tanë dhe të ardhmen e popullit tonë të përbashkët. Të lumturohen njerëzit duke punuar dhe duke shitur prodhimet e tyre që të kenë një pasuri të patundshme. Të gjithë të mjedhin, të shesin dhe të kenë të drejtë të blejnë dhe të shesin në për pikat e grumullimit në çdo komunë. Ju falenderoj për mirëkuptimin.